Data 26 qershor. Ligji për të rirë. Kapitulli 31. Mojsiu shkoi dhe u drejtoi edhe këto fjalë tër Izraelit, dhe u tha banorëve të tij: Unë jam sot 120 vjeç. Nuk mundem më të hyj dhe të dal. Përveç kësaj Zoti më ka thënë, ti nuk do ta kalosh Jordanin. Zoti Perëndia yt do të kalojë ai vet para teje dhe do të shkatërrojë para teje këto kombe dhe ti do t'i shproncosh. Vet Jozueu do të kaloj para teje, siç e ka thënë Zoti. Dhe Zoti do të bëjë atyre atë që u bëri Sihonit dhe Ogut, mbretët të Amorejve dhe vendit të tyre kur i shkatërroi. Zoti do t'i kalojë në pushtetin tuaj, dhe ju do t'i trajtoni sipas të gjitha urdhrave që ju kam dhënë. Tregohuni të fortë dhe trima, mos kini frikë, mos u trembni prej tyre sepse Zoti, Perëndia yt, është ai vetë që ecën me ty. Ai nuk do të lërë dhe nuk ka për të të braktisur. Pastaj Mojsiu thirr Jozueun dhe i tha në prani të gjithë Izraelit: Qofshi fort dhe trim, sepse ti do të hysh bashkë me këtë popull në vendin që Zoti u betua t'u japë etërve të tyre, dhe ti do t'ua japësh atyre si trashëgimi. Përveç kësaj, Zoti vetë ecën para teje. Ai do të jetë me ty, nuk do të lërë dhe s'ka për të të braktisur. Mos u tremb dhe mos u tmerro. Kështu Mojsiu e shkroi këtë ligj dhe u dorëzoi priftërinjve bijve të Levit, që mbajnë arkën e beslidhjes së Zotit dhe të gjithë pleqjve të Izraelit. Pastaj Mojsiu i urdhëroi ata duke thënë: Në fund të çdo 7 vjetëve, në kohën e caktuar, si viti faljes, në festën e kasollëve, kur tërë Izraeli do të vijë të paraqiten përpara Zotit Perëndisë tënd në vendin që ai ka zgjedhur, do të lexosh këtë ligj para tërë Izraelit në veshët e tërë izraelitëve. Do të mbledhësh popullin, burra, gra, fëmijë dhe të huaj që ndodhet brenda portave të tua, që të dëgjojnë dhe të mësojnë të kenë frikë nga Zoti, Perëndia juaj, dhe të kenë kujdes të zbatojnë tërë fjalët e këtij ligji. Kështu që bijtë e tyre, që ende nuk e njohin, të dëgjojnë Zotin, Perëndin tuaj, dhe të kenë frikë prej tij për të gjithë kohën që do të jetoni në vendin që ju po hyni ta pushtoni, duke kaluar Jordanin. Pastaj Zoti i tha Mojsiut: Ja dita e vdekjes sate po afrohet. Thirr Jozueun dhe paraqituni në çadrën e mbledhjes me qëllim që të mund t'jap urdhrat e mia. Mojsiu dhe Jozueu shkuan pra të paraqiten në çadrën e mbledhjes. Dhe Zoti u paraqit në çadër në një shtyllë reje, dhe shtylla e re u ndal në hyrjen e çadrës. Dhe Zoti i tha Mojsiut: Ja ti do të shkosh të flesh bashkë me etrit e tu, dhe ky popull do të çohet dhe do të kurvërohet, duke shkuar pas perëndive të huaja të vendit në mes të cilit po shkon. Dhe do të më braktis mua, dhe do të shkel beslidhjen që kam lidhur me të. Dhe atë ditë zemërimi im do të ndizet kundër tyre. Unë do t'i braktis, dhe do t'u fsheh fytyrën time, dhe do të përpihen. Shumë të këqija dhe fatkeqësi do t'u bien përsipër, dhe atë ditë ata do të thonë: Këto të këqija na kanë zënë ndofta sepse Perëndia ynë nuk është në mes nesh. Atë ditë unë do ta fsheh me siguri fytyrën time për shkak të tërë të këqijave që ata kanë bërë, duke u drejtuar perëndive të tjera. Tani shkruajeni për ju këtë kantik dhe mësojani bijve të Izraelit. Vërini në gojën e tyre, me qëllim që ky kantik të më shërbejë si dëshmi kundër bijve të Izraelit. Kur ti kem futur në vendin që u premtova etërve të tyre me betim, aty ku rrjedh qumësh dhe mjalt, dhe ata të kenë ngrënë, të jenë ngopur dhe të kenë vend dhjam, atëherë do t'u drejtohen perëndive të tjera për t'i shërbyer, dhe do të përçmojnë dhe do të shkelin beslidhjen time. Atëherë do të ndodhë që kur shumë të këqija dhe fatkeqësi do t'i kenë zënë, ky himn fetar do të dëshmoj kundër tyre, sepse ai nuk do të harrohet dhe do të mbetet mbi buzët e pasazhëve të tyre. Unë njoh në fakt qëllimet e tyre edhe para se t'i kem futur në vendin që u kam premtuar me betim. Kështu Mojsiu e shkroi atë ditë këtë kantik dhe ua mësoi bijve të Izraelit. Pastaj i dha urdhrat e tij Jozueut, birit të Nunit, dhe i tha: Të jesh i fortë dhe trim, sepse ti do t'i futesh bijtë e Izraelit në vendin që u kam premtuar me betim, dhe unë do të jem me ty. Kur Mojsiu mbaroi së shkruari në një libër tërë fjalët e këtij ligji, u dha këtë urdhër levitëve që mbanin arkën e beslidhjes së Zotit duke thënë: Merrni këtë libër të ligjit dhe vendoseni në arkën e beslidhjes së Zotit Perëndisë tuaj, me qëllim që të mbetet si një dëshmi kundër teje, sepse unë e njoh frymën tënde rebele dhe fortësinë e qafës sate. Ja, sot kur ende jam i gjallë midis jush, ju bët rebel kundër Zotit, aq më tepër do të bëheni pas vdekjes sime. Mblidhni pranë meje të gjithë pleqtë të fiseve tuaja dhe zyrtarët tuaj, me qëllim që të dëgjojnë këto fjalë, dhe unë të tharras të dëshmojnë kundër tyre qiellin dhe tokën, sepse unë e di që pas vdekjes sime do të prisheni plotësisht dhe do të largoheni nga rruga që ju kam urdhëruar,
dhe ditët e fundit do të goditeni nga fatkeqësia, sepse keni për të bërë atë që është e keqe për sytë e Zotit, duke provokuar indinjatën e tij me veprën e duarve tuaja. Kështu Mojsiu në veshjet e të gjithë asamblesë së Izraelit shqiptoi fjalët e këtij kantiku deri në fund. Psalmi 119, vargjet 97, 120. Oh, sa shumë e dua ligjin tënd. Ai është përsiatja ime gjithë ditën. Urdhërimet e tua më bëjnë më të urtë se armiqtë e mi, sepse janë gjithnjë me mua. Kuptoj më shumë se të gjithë mësuesit e mi, sepse urdhërimet e tua janë përsiatja ime. Kam më tepër zyrtarësi se pleqt, sepse respektoj urdhërimet e tua. Kam mbajtur hapat e mi nga çdo shteg i keq për të respektuar fjalën tënde. Nuk jam larguar nga dekretet e tua, sepse ti vetë më ke mësuar. Sa të ëmbla janë fjalët e tua në gojën time. Janë më të ëmbla se mjalti në gojën time. Me anë të urdhërimeve të tua, unë përfitoj zgjuarsinë, prandaj urrej çdo shteg falsiteti. Fjala jote është një llampë në këmbën time dhe një dritë në shtegun tim. Unë jam betuar dhe do ta mbaj betimin që të respektoj dekretet e tua të drejta. Unë jam shumë i pikëlluar. Gjallërohem o Zot sipas fjalës sate. O Zot, prano ofertat e vullnetshme të gojës sime dhe mësom dekretet e tua. Ndonë se e kam gjithnjë shpirtin në pëllëm të dorës, nuk e harroj ligjin tënd. Të pabesët më kanë ngritur kurthe, por unë nuk jam larguar nga urdhërimet e tua. Porositë e tua janë trashëgimia ime për jetë, ato janë gëzimi i zemrës sime. Jam zotuar me gjithë zemër për t'i zbatuar statutet e tua për jetë deri në fund. Unë jo rrej njerëzit që gënjejnë, por e dua ligjin tënd. Ti je streha ime dhe mburoja ime, unë shpresoj në fjalën tënde. Largohu një njerëz të këqij, sepse unë dua të respektoj urdhërimet e Perëndis tim. Më ndihmo sipas fjalës sate, që unë të jetoj dhe të mos lejoj të ketë hutim në shpresën time. Përforcom dhe unë do të shpëtoj dhe do t'i kem gjithnjë statutet e tua përpara syve të mi. Ti hedh poshtë të gjithë ata që largohen nga statutet e tua, sepse mashtrimi i tyre është gënjeshtër. Ti zhduk si fundërrina tërë të pabeset e tokës, prandaj unë i dua porositë e tua. Mishi im dridhet i tëri nga frika jote dhe unë kam frikë nga dekretet e tua. Isaia, kapitulli 58. Bërtit sa të mundesh, mos e kurse. Ngrije zërin tënd si një bori dhe shpalli popullit tim shkeljet e tij dhe shtëpisë e Jakobit mëkatet e tij. Më kërkojnë çdo ditë dhe dëshirojnë të njohin rrugët e mia, si një këmbë që zbaton drejtësinë dhe nuk braktis ligjin e Perëndisë së tij. Më kërkojnë gjykimet e drejta dhe dëshirojnë t'i afrohen Perëndisë. Ata thonë, pse kemi agjëruar dhe ti nuk e ke parë? Pse kemi hidhëruar shpirtrat tanë dhe ti nuk e ke vënë re? Ja ditën e agjërimit tuaj, ju bëni atë që ju pëlqen dhe i detyroni punëtorët tuaj të kryejnë një punë të rëndë. Ja ju agjëroni për grindje dhe mosmarrveshje dhe për të goditur pabesisht me grusht. Duke agjëruar ashtu si bëni sot, nuk bëni që zëri juaj të dëgjohet lart. A është ky agjërimi të cilin e pëlqej, dita në të cilën njeriu pikëllon shpirtin e tij, të përkulësh kokën si xungthi dhe të shtrihesh me një shtrat prej thesi dhe hiri? Ai shuan këtë vallë agjërim dhe ditë që i pëlqen Zotit. Agjërimi që më pëlqen a nuk është vallë ky, të thyesh zinxhirët e ligësisë, të zgjidhësh verigat e zgjedhës, ti lësh të lirë të shtypurit, të dormosh çdo zgjedh? A nuk konsiston vallë në ndarjen e bukës sate me atë që ka uri, në sjellje në shtëpinë tënde të varfrit pas tre, në të veshurit atij që është lakuriq, pa lënë pas dorë ata që janë nga gjaku yt? Atëherë drita jote do të shpërthejë si agimi dhe shërimi yt do të mbi menjëherë. Drejtësia jote do të pararend dhe lavdia e Zotit do të jetë praparoja jote. Atëherë do të therrasësh dhe Zoti do të përgjigjet. Do të bërtasësh dhe ai do të thotë ja ku jam. Në rast se ti heq dorë nga zgjedha të treguarit me gishte të folurit mbrapsht, në rast se plotson nevojat e të uriturit dhe ngop shpirtin e pikëlluar, atëherë drita jote do të lindë nga terri dhe terri yt do të jetë si mesdita. Zoti do të udhëheqë vazhdimisht, do të ngop shpirtin tënd në vendet e thata dhe do t'u jap forcë kockave të tua. Ti do të jesh si një kopsht i ujitur dhe si një burim ujë, ujërat e të cilit nuk shterojnë. Njerëzit e tu do të rindërtojnë rrënojat e lashta dhe ti do të ngresh përsëri themelet e shumë brezave të shkuar. Kështu do të quhesh riparuesi të çarave,
restauruesi i shtigjeve për të banuar në vend. Në rast se përmban këmbën që të mos dhunosh shabatin, në rast se nuk kryen punët e tua gjatë ditës sime të shenjtë, në rast se e quan shabatin kënaqësi, ditën e shenjtë të Zotit që meriton nder, në qoftë se e nderon duke hequr dorë nga urdhërimet e tua, nga kryerja e punëve të tua dhe nga të folurit për problemet e tua, do të gjesh kënaqësinë tënde te Zoti dhe unë do të bëj që të kalërosh mbi lartësitë e tokës dhe do të jap të hash trashëgiminë e Jakobit atit tënd, sepse goja e Zotit ka folur. Mateo, kapitulli 6. Ruhuni se mos e jepni lomoshën tuaj para njerëzve, që të dukeni para tyre. Përndryshe nuk do të shpërbleheni tek Ati juaj që është në qiej. Kur të japësh lëmosh pra, mos i bjerë trumbetës para teje, ashtu siç bëjnë hipokritët në sinagoga dhe në rrugica, për të qenë të nderuar nga njerëzit. Me të vërtetë ju them, se tashmë e kanë marrë shpërblimin e tyre. Por ti kur jep lëmosh, e majta jote të mos e di ç'bën e djathta jote, që lëmosha jote të jepet në fshehtësi, dhe Ati ju që shikon në fshehtësi do të ta shpërblej haptas. Dhe kur lutesh mos u bëj si hipokritët, sepse atyre u pëlqen të luten në këmbë, në sinagoga dhe në sheshet e rrugëve, që njerëzit i shohin. Me të vërtetë ju them se tashmë e kanë marrë shpërblimin e tyre. Por ti kur lutesh, futu në dhomzën tënde, mbyllë derën dhe lutju Atit tënd në fshehtësi, dhe Ati yt që shikon në fshehtësi do të ta shpërblej haptas. Por kur luteni, mos përdorni përsëritje të kota si paganët, sepse ata mendojnë se do të dëgjohen sepse kanë përdorur shumë fjalë. Mos u bëni pra si ata, sepse Ati juaj e di ç'nevoja keni përpara se t'ja kërkoni. Ju pra lutuni kështu: Ati ynë që je në qiej, u shenjtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullneti yt në tokë si në qiell. Bukën tonë të përditshme na jep sot, dhe na i fal fajet tona siç u falim edhe ne fajtorëve tanë. Dhe mos lejo të bijem në tundim, por na shpëto nga i ligu, sepse jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia për jetë. Amen. Sepse në qoftë se ju u falni njerëzve gabimet e tyre, Ati juaj qiellor do t'ju afal edhe juve. Por në qoftë se ju nuk u falni njerëzve gabimet e tyre, as Ati juaj nuk do t'ju afal juve gabimet tuaja. Dhe kur të agjeroni, mos u vrerosni si hipokritët, sepse ata shfrytërohen për të treguar njerëzve se agjerojnë. Me të vërtetë, ju them se tashmë e kanë marrë shpërblimin e tyre. Kurse ti kur të agjerosh, vajose kokën tënde dhe laje fytyrën tënde, që të mos u dukesh njerëzve që ti agjeron, por Atit tënd në fshehtësi. Dhe Ati yt që shikon në fshehtësi do të ta shpërblej haptas. Mos mblidhni për vete thesare mbi dhe, ku i brejnë tenja dhe ndryshku dhe ku vjedhësit shpërthejnë dhe vjedhin. Përkundrazi, mblidhni për vete thesare në qiell, ku as tenja, as ndryshku nuk prishin dhe ku vjedhësit nuk shpërthejnë dhe nuk vjedhin. Sepse ku është thesari juaj, atje do t'jetë edhe zemra juaj. Drita e trupit është syri. Në qoftë se syri yt është i pastër, gjithë trupi yt do të jetë dritë. Por në qoftë se syri yt është i ligë, gjithë trupi yt do të jetë i errët. Në qoftë se drita pra që është në ty është errësirë, sa e madhe do të jetë errësira. Askush nuk mund të shërbejë dy zotërinjve, sepse ose do ta urrejë njërin dhe do ta dojë tjetrin, ose do t'i ngjitet njërit dhe do ta përçmojë tjetrin. Nuk mund të shërbejeni Perëndis dhe Mamonit. Prandaj ju them, mos u shqetësoni për jetën tuaj, për atë që do të hani dhe që do të pini, as për trupin tuaj, për atë që do të vishni. A nuk është vallë jeta më shumë se ushqimi dhe trupi se veshja? Vini re zogjtë e qiellit, nuk mbjellin, nuk korrin dhe nuk mbledhin në hambare, dhe Ati juaj qiellori ju ushqen. A nuk vleni ju shumë më tepër se sa ata? Dhe cili nga ju me gjithë shqetësimin e tij mund t'i shtoj shtatit të tij qoftë një kubit? Pse shqetësoheni për veshjet tuaja? Vini re si rriten zambakët e fushës, nuk lodhen dhe nuk tjerrin. Dhe po jo them se as Solomoni me gjithë lavdinë e tij nuk ishte i veshur si një nga ata. Por nëse Perëndia e vesh kështu barin e fushës, që sot është dhe nesër hidhet në furr, a nuk do t'ju vesh shumë më tepër ju njerëz besim pak? Mos u shqetësoni pra duke thënë çfarë do të ham, ose çfarë do të pim, ose çfarë do të vishemi. Sepse paganët kërkojnë të gjitha këto. Ati juaj qiellor pra e di mirë se ju keni nevojë për të gjitha këto.
por para se gjitha shkërkoni mbretërinë e Perëndis dhe drejtësinë e tij dhe të gjitha këto do t'ju shtohen. Mos u shqetësoni pra për të nesërmen, sepse e nesërmja do të shqetësohet vetë për vete. Secilës ditë i mjafton e keqja e vet.